Deklarata e Izet Megjitit se i është ofruar rikthimi në BDI për shkak se sipas tij Ali Ahmeti do të tërhiqet dhe ai do ta marrë partinë. Është jo vetëm gënjeshtër e ulët, por edhe dëshmia e arrogancës së një njeriu që mendon se partia është plaçkë për pazare. Ky është qëndrimi i partisë opozitare shqiptare, e cila vlerëson se zëvendës kryeministri aktual nuk u largua nga BDI për parime, por për interesa. Sipas BDI-s, vlerat e Izet Megjitit nuk janë dhe nuk mund të jenë kurrë vlerat e tyre. BDI ka lindur nga gjaku i UÇK-s dhe është ndërtuar mbi vlerat dhe sakrificës, përkushtimit dhe përfaqësimit të denjtë të interesave shqiptarëve të Maqedonisë Veriut. Këto vlera nuk mund të përlyhen nga ish funksionar të cilët, për më shumë se 20 vite, përfituan nga emri dhe autoriteti i Ali Ahmetit, vetëm për ta përdorur këtë trashëgimi për ngritjen e klaneve familjare dhe lidhjeve të errta nën tokë. Ai nuk e kaloi vetingur për korrupsionin dhe devijimet ideologjike që kërkonin pastrim të brendshëm, sepse ai ishte i kapur nga to. BDI vlerëson se Megjiti në vend që të kërkoj falje për dëmin që i shkaktoi strukturës dhe besimit të antarësisë, krenohej që është bërë shërptori i projektit më anti-shqiptar në historinë e vendit ton, një qeveri që fyen gjuhën, mohon barazin dhe përjashton shqiptarët nga vendimarrja. BDI nuk është dhe nuk do të bëhet kur streh për klane, nepotizëm, korrupsion dhe shërbëtor të projekteve anti-shqiptare, theksohet në reagim. Ish partia në pushtet sot ka shprehur edhe gatishmërinë për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Nëse nuk keni frikë nga vullneti i popullit, atëherë ejani në zgjedhje të parakoshme. Nëse mendoni se populli pajtohet që partitë humbëse të përfaqësojnë shqiptarët, ejani në zgjedhje, është mesazhi i BDI-s. Nëse mendoni që është në rregull që ministrinë për marrëveshjen e Ohrit të udhëhiqet nga një putinist i cili e mohon atë, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni që shqiptarët e pranojnë anulimin e balancuesit, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se punësimet njëetnike e selektive nuk krijojnë pakënaqësi, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët janë të kënaqur me përjashtimin e diasporës nga regjistrimi, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni se shqiptarët pranojnë që të mos negociojnë në emër të shtetit, ejani në zgjedhje. Nëse mendoni që është normale që inspektorët e gjuhës shqipe të japin dorëheqje pasi nuk kanë pranuar rrogë mbi 4 muaj, ejani në zgjedhje. BDI vlerëson se dikush që është i sigurt në drejtsinë e rrugës së vet, nuk ka pse të ketë frikë nga zgjedhjet. BDI nuk i friksohet popullit, thekson BDI.